Ne do të nisim ndoshta më mirë bisedën me faktorët kryesor që ndikojnë në këtë sëmundje. Patjetër, ne kemi folur shpesh për faktorët kryesor që ndikojnë në shfaqjen e kancerit të gjirit. Disa prej tyre që i shohim më shpesh është trashëgimia me të gjitha gratë që kanë trashëgimi dhe që kanë mutacione gjenetike që i kemi përmendur shpesh, të cilat janë BRCA1 dhe BRCA2. Është obeziteti, jeta sedentare, menstruacionet në moshë të re, menopauza e gjatë në një moshë më të madhe, është lindja e fëmijëve në një moshë më të madhe, gratë që marrin kontraceptiv, pra janë disa nga faktorët e rrezikut që përmenden më shpesh, por duhet theksuar që tek shumë gra, te një pjesë e mirë e grave që na vinë dhe që kanë kancer gjiri, mund të mos ketë asnjë nga këta faktorët që përmendëm më lart. Nuk është e thënë që gjithmonë thjesht janë faktorë rreziku, por kemi parë dhe raste që nuk kanë të bëjnë me këta faktorë.